Valloj në Kosovë ka pare, me dasht me najt ka pare në Kosovë. 50 euro bron dita sot valloj, 50 euro, 20 dit 1000 euro. Ka hy vlera dhe Kosovës, nuk ka ma, unë vetë valloj për veti, kom punu me 10 euro në Kosovë. Ka hy vlera dhe punëtorit, në ditë sotit i ka hy vlera. Punëtori thjesht që nuk din send që tarshe, 40 euro ka maksimum. Gjithë shka fillon prej tokës edhe duhet me adit vlerën edhe Kimetin që thujnë se... Do të mja ditë vlerën e kimetit, po të kalzoj drejt pashat mallin zët. Do pa thojnë e kini kalaj. Vallaj nuk e kem kalaj, se na investimin për ban 25.000 euro, 30.000 euro investim pa ban. Edhe masanina një më t'i keq, ja u prishë dhe ja u gjun krejt këtë investim. Një më t'i keq, që thojnë, natën e mirë që thojnë, një më t'i keq, një prish krejt, vish Allah runa, jo vish mu, po krejt kush ka, kush mill, bujtësi, Zoti ja rujt, kush mënohet, Zoti ja jap. Se valloj pa punë nuk ka. Valloj në Kosovë ka pare, me dasht me najt ka pare në Kosovë. 50 euro bron dita sot valloj, 50 euro, 20 dit 1000 euro. I ka hy vlera dhe Kosovës, nuk ka ma, unë vetë valloj për veti, kom punu me 10 euro në Kosovë. Me 10 euro kom punu në Kosovë, edhe le që kom punu 10 euro, ja bëj halal, po ku vike mbramja dhe kja t'i jap nesër. E ma nuk ka kështu, sot, alo pa kry punën, për t'i e paret, 50 euro, 40 euro, sa në dita punëtorit. I ka hy vlera dhe punëtorit, në ditë sotit i ka hy vlera. Punëtori thjesht që nuk din send që tarshe, 40 euro ka maksimum. Nështë vlera i ka hypë edhe janë rritë nështë pak pagesat, po edhe çmimet janë shumë të shtrejta. Çmimet në Kosovë katastrofën. Po të kalzoj qëtash për momentin që i pashone, ka me hy vlera, alo, se dim një pa thojnë, ka me marë si vjetë shtrejt. Edhe ka me marë dimin katastrofë, që s'ka marë, që s'ka marë vjetë dimin, si vjetë ka me konë dim një ekstrem. Edhe bepa të bëj me 50 euro nuk di njëri që ka me blenë në Kosovë. Mirë, unë jam i knaqen që hy vlera. Unë jam i knaqen se për para me 10 euro bro shi që margat, me 10 euro, 12 euro. Valla, shka me bo me to 10 euro? Nuk di që më pasha zotën, a? Hiq, qatë pare shka merë shumë një ip shumë babës. Na, qëre, alo, na zët shpilaki nuk e kina. Alo, kim babën, a? Zdo sen, si shkovon, si shkoj vlaj në pazar, shet shka ka me shit, në shumë, bimi a dërzojnë. A, ju ka ro ma mirë? Ma mirë. Po, Unë jam i knaqen që shkojnë dakord me vllazni. Po. Edhe që shkojmë dakord me babën, dorëzojmë hala zër shpillakin. Shqyqyr që kena, e kem... Bravo, po. Babën, jo që bedo me livdu vit, babën e kem shumë të mirë. Është zemër mirë, është i meqëm, në mas me pas babën, pa në thonë baba, në sikë shumë mirë në svetat. Ishëm s'il rrugëv, qështu që ishëm s'il, po, shqyqyr se kem. Do me thonë ti, Ramadan, ke punu për 10 euro edhe ti kanë vënu parët. I kënë vënu vëlloj parët. Se kjo s'kom, unë jem konë në Gërbet, po në Zezen, edhe kom vendosë që një vit qëtash për vitri, bëj që jem këthuj. Qëto që e makalaj, në Itali nuk ka sen. Sen s'ka në Itali, hish, absolut, hish s'ka sen në Itali. Ka ra rroga të në 2.000-2.500 euro, po banese, në rrymen, në hangër, me pi, a minimu shpijes, a minimu vetit. Kaj herë linsha vetën keq, me që u shpijes, e bëgëptën. 200 euro, 500 euro, sëmë kanë metrë. Valloj, si vend në jytë nuk ka. Përshëndetje prej Qifllakut të Rahovecit. Sot kemi ardhur me taku një fermer i cili quhet Ramadan Goshi, edhe kultivon kryesisht speca dhe lakra. Tash po shkojmë pe takojmë për shumë më nga afër punën e tij, edhe po shohim çka ka me na fol. Moti na ka marrë sot pak shi, po nuk ka lidhje se prap nuk na ndal punën. Hajdeni të shkojmë ta takojmë Ramadanin. Ramadan, që shie? A e lodhë, si e? A një mirë, jo, a një lodhë, a një mirë. Jo, si e ne? Valaj mirë. Qësh po kaloni? Mirë, si. Të punon valaj, si me bujësi, ma si bujk. Qësh po tecë, qësh po janë ditë e tua këto? Mirë, valaj, mirë, knatësi ma të malën e nuk kom po valaj. Mirë po punojnë me speca, me lakra, me krejt, nga për trege. Qësh nis dita jote Ramadan? Dita ime nis të kesh, qonën me ngjes, pim kafe, me vlazën, me motra, me nipa, shka jena, qonë me ngjes, pim kafe, fillon mirë, edhe vazhdojmë punën tonë, shka kena për të tyre. Në ca ora quhesh, qysh? Valoj,
Tash verës, kur kena pas përgatitjen për mi mill speca, vina qu ma herët, se ti e din që akon verë nxehtë, një ora 5 na qu, te në ora 9, shkashëm të shtëpia, se nxehtë. E tash dimni qu pak ma vonë, ka ora 8, a ve di shtesat hiqën një farë lakse që i thojmë na, me dhe vina me nuk speca. Apo na fol pak ma shumë për vetën Ramadan? Për vetën unë pa të kallëzoj drejt, unë jem konë në Gërbet. Jem dalë në 2016, atëherë jem dalë edhe me pare 4.000 euro, po në Zezën, edhe kom vendosë që një vit që tash për vitri i bëj që jem këthy. Do me thoj e këthy prej Italis? Për me punoshtë, për mi u bashkan gjitë babës, nanës, vllazën, familjes, motra, vkrejtve. E qatë shtini mu këthy mas këtyre viteve Valoj jetisat? bre, ti lauret më shtini që do që ma ka lajki. Në Itali nuk ka sen hish. Sen s'ka po thua? Sen s'ka në Itali, hish, absolut, hish s'ka sen në Itali. Po sa i nëzërshës, qëfar rrugë e merë qatë? Baloj, lauret mu më ka ra rruga të në 2.000-2.500 euro, po banese, në rrimën, në hëngën, me pi, në i kafe, në i sen, baloj. A minimu shpijes, a minimu vetit, ka i herë linsha vetën kesh, me që u shpijes, a po këptën. Edhe në fund nuk dilë ke... Hish, 200 euro, 500 euro, së më kam metë shumë. Do me thot ti po të regën që nuk është jeta atje që shepoj. Valoj, jo, nështë ta prejken ata që e në mërgjimtarët, vish pa du me të kalëzu drejt, valoj, si vend në ytë nuk ka. Pasha Zotin, si vend në ytë, gjeneratin, knatësin, familjen ma ofër, s'po disha me ta. Edhe aty në Gërbet, se edhe pa ta, nuk bën, apo kuptosh, po kush dënë me arë në Kosovë, let vjenë se Kosova është Kosovë dhe me punu në vend tonin nuk është marrë. Ju kësha lutë krejtve, hajdi në Kosovë se është Kosova e mirë për me punu. Qita janë për juve, për ty gazetare edhe për kamermanin. Faleminderit shumë. Në fshatin tonë më të bukur që pa. Ramadan apo na fol pak ma shumë për punën e specave. Sa kilogrami nxerr? Valoj Apo ton? Valoj, për kilogram nuk e di veçesin bëllë, valoj. Po, a shumë? Për kilogram, një s'pa thonë vit një, që kjo i qëtë një 30.000 kila i qëtë. Që kjo është, vitëm që kjo e 30.000 kila i qëtë. Do me thonë 30.000 euro ka qenë investimi, e sa i nxerrni në fund sezonit? Valoj, qërë tash se kena dhe shpenzime. Normal, pa tjetër edhe mundi edhe lodhja. S'pa thomë shumën, po me nxerrëm shumë. Unë të kaldova jem të knaqen. Për shembull 500 kila, 500 euro. Ka vlerë, apo kuptosh se në euro është kilja. Boll ka vlerë. Me që i të qetë shumë me pagun shumë valoj. Ka prodhim, unë të kaldova bërëqet, ma sikur si vjetë, kur një teme nuk kom pa që shto që mu ban bërëqeti heret, si shalqini, si speca, si krejt, e ka që i lume Allah bërëqetin. Pashat madhin zot. Nashta që edhe je këty prej Kosovës, ka ta ka përqafu zoti ati din. Ma për ata dhe po, edhe zoti e din që punëtorit ja jep gjithmonë. Pasha zotëna. Valoj punëtori që është punëtori ja jep zoti gjithmonë. E shë edhe aj që i e të punu me vullnet, edhe te jep marën. Edhe juve ja ka jo, bravo e qoftë. Për fund Ramadan, a ki edhe një mesazh të fundit për me thonë? Për fund, kësha thonë gjithve, edhe atyve në Gërbet, jo që ju bëjt fala krejtve, edhe shqyr zotit, se edhe pa ta, nuk bën, apo kuptosh, po, kush dënë me arë në Kosovë, let vjenë se Kosova është Kosovë dhe me punu në vend tonin, nuk është marrë. Ju kësha lutë krejtve, moshës teme, moshës ma djetër, hajdi në Kosovë se është Kosova e mirë për me punu. Në Ramadan e po shiki edhe misër. Sa hektarë ose sa ari tok i kiti mbjellona me misën? Misër i kena 3 hektarë tok, po këta nuk i kena kështu për, abëdish për me angë, për kemë për bakti, për lop i kena, tash edhe një javë filloj me silazhin, për lop, a kupton, ne i thojmë silazh për lop që banët, po tash e banë edhe për lop, mas me konë qëta lop, abëdish që esin qëmështë ma shumë me manë mirë, po kupton, që edhe vazhdojnë. Sukseset jashtëzakonshme dhe po ja uroj gjithë mirat edhe bravo që mundoheni edhe që punoni kaq shumë për veten e juaj po edhe për vend juaj, se kjo është në të mirë edhe
edhe në vendin tonë, kur kthehen njerëz prej Mërgatës, edhe vendosin me punu edhe me kontribu këtu. Faleminderit edhe për juve për këto fjalë të mira, që ta janë për juve, për ty gazetare edhe për kamermanin. Faleminderit shumë. Në fshatin tonë më të bukur që fa. Shumë faleminderit. E na me kaq po e përmbyllim historinë e sotme, edhe shihemi prap me një dhuratë prej Rahovecit. Ciao!